gruaja ime të na luash pak disa kujtime. Where's the sun that needs to bumble? Ti të bish këtë asti? Bëj që... Bëj pak? Ju bëni hajde. Gjithë ju, 1, 2, 3. Ju bëni. Hajde, 1, 2, 3. Se kishit ju? Se kishit? Jo, që... Atjerë, për të dhe njërë do mësoj nga fillime. Ti e kishe? Ju e kishit? Hopa! Fort, kur t'ju drejtoj gishtin, filloni kështu. Gati? Fillon shoku jon, me fuqishëm. Okej, e lëm të lojën, bravo, një duar do kite për vetëm, bravo, një duar do kite fort. Shumë mirë. Okej, tash jemi gati të bëjmë një lojë? Po, fuqishëm fare. Ha, jemi gati të bëjmë një lojë. Okej, bani pak duar të kitë shumë. Pa. Juve që na ndishtë nga ekrani të dashu pipi pizza, jeni gati të bëjmë një lojë? Po, e dëgjova. Okej, loja fillon kështu. Ndajmë grupin e parë. Grupi edhe grupi Mi, jeni ju, okej? Bravo. Qa grupi jeni ju? Pak më fort. 1, 2, 3. Ti ato. Qa grupi jeni ju? Se kishte emrin grupi juve? Mi. Grupi UA edhe grupi qiki A. Do fillojmë këtu. Loja është kjo. Kush qëndron më shumë, marrim dyshe. Shte që jeni si pas radhës. Jeni barazi, 1, 2, 3 dhe 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okej. Kush qëndron më shumë, me një këmbë, vor, duke mbajtur njëri tjetrin me një gisht. Ta provojmë pak? Hajde me mua. Një provë. Hajde me ti shoku. Dalim këtu përpara. Okej. Ngre një këmbë. Hajde ti këtu. Tu. Okej. Si një gisht, ngre këmbë. Kush qëndron më shumë? Okej? Gati? Qa grupi jeni ju? Qika A dhe? UA. Okej, ka filluar loja. Ju me bëni duar të kite për shokun tuaj të skadrës. Edhe ju për shokun tuaj të skuadrës. Bravo, ma njërë tjetër ashtu, ku qëndron më shumë? A i që ullë këmë një pari? Grupi qik A, e grupi qik A. Hop, para të. Bravo shoku, 1 pikë për ty. Jej, ma parë. Okej, je ti, eve, shoqa. Para. Bravo, e kuptuat lojen? Bravo. Pa vetëm një gisht? Okej, ashtu. Bravo. Hajde, hop. Duar të kishtë e fort për shokët. Hajde, ta shikojmë. Kush do qëndroj më shumë? Kam besim ke grupi qik A edhe grupi qik A. Edhe qik A. Po, se ka trova. As kus për dorëzohet? Po ju bëjë pizza, se me ndoni? Kur do fitoj? Skuadra qik A, apo skuadra Presim, dhe pak momente. Ja pra, gocat nuk dorëzohen kur. Gocat më të forta se kur. Ato nuk dorëzohen kur. Më të forta se kur. Kam apo ledhis pak, edhe kjo po të vide. Pa ndik, i do ullesh. Ullu, ordroj.
qëndro lart. Aty, mos ta dorëzo. Oh. Më në bjerë ti. Si më dërtim paleje. Jepi një zemër skuadrës. Fort. Bije, Bravo, shpirtit ka problem. Të kam gjandi, e shumë e mirë. Bravo, 2 pikë për skuadrën. Qa skuadrë jeni ju? Çk, edhe ju? Jemi 2-0 për skuadrën. Si e kini? Hajde të t'i gjoj pak gjithë dhe ju. 1, 2, 3. Skuadra ju e quet. Po që kanë që këtë. Çk. Se jeni për gjumës ju? Zjoni pak fort, bëjani pak një. Edhe pak më fort. Jo shumë fort se... Çk. Skuadra ju e quet. Skuadra ju e quet. Okej, 2-0 për ju, sepse ju keni goxha energji fuqishme. Gati? Ti e ke bër? Shrava jote me shokun to. Hajde. Çk, yeah. Bibi free. Qa do shofi tanë shi? Mi gati edhe ju pipi pizza, që na shifni nga ekrani, ha? Beni gjyshin, babin, nënën dhe... Kom shi, këtë keni hapër, edhe tregoni vajt lojën tonë. Një këm, një gisht, edhe... Çk, baby free, hop! Piku njoni tani. Ti e fitove 1 pikë, jepi dorë. Bravo shqyqy. Zgjua skuadra, e juaj që quet. Shqyqy, bravo. Kush është me ne, s'është me ata. Kush është me ne? Okej, jemi 2-1. Karavën, shoku me shoqe. Bravo. Nuk i zgjodhëm ne, këto? U vendosëm vetë. Iki, Ati, 3, 2, 0, shoj, mos fol me goj. Çk, Ti ka më lartë. Mos më ikë, le ta mbështesësh, le ta mbështu. Bravo. Kënë gjishti? Pudhe këtu. Të bukurem kë? Që të afro gjishti? S'ka problem. 2-2, bravo shoku. Dhe skuadra... Sa po mori 2 copa baklava. Sa po mori 2 copa baklava. Tani e Karavën. Që gjejon? Ti e re me këtë skuadër? Ti e mirë? Ti ke qenë? Që bërë mirë? Nuk po qafosh pak? Kam gja. Shëndeti, e emrin të në tregosh pak? Ha? Ames? Sa shpejt e paske? E ki gjithmon ka shpejt e emrin apo në jërë me ka? Mirë. Messi dhe Tracy. Bravo. Okej, ratë, u tuat lojën? Jo. Hajde njerë t'japin zemër. Çk, do ha am baklava. Kusha unë i këmbën? Messi, bravo Tracy. Hey. Dhe skuadra fituse është skuadra... Edhe ju ishit skuadra... Gjina e dur për para shpeto pa. Hajde, bravo, s'ka rëndësi se kush fiton, ka rëndësi që të lozim, të gëtojemi, bravo. Fa. Ke ndërmën të ma pusësh fare këtë dorë. Okej, të falenderojmë shumë edhe ju që na ndoqët tani dhe skuadra UA. Sa po marrë 1 pikë. Shikohemi pas pak në lojën tjetër. Ju dua shumë. Të dashur pipsa. Për momentin kemi vetëm këtë copë në letrës për të shpenzuar. Kjo do të pi një ujë me gaz edhe një kafe. Pa gaz e do? Ti që do pish?
Po, jemi ullur në një lokal edhe s'dim si t'ja bëjmë. Si mund të paguaj me një cop letra? Ka ndonjëri nga ju një ide? Duhet të përpiqemi pak. Gjithmonë duke u përpjekur, mendoj se do ja dalim. Ta provojmë pak. Një cop letër e palosim letrën në disa pjesë. Pastaj mendojemi, inshallah do diçka një mrekulli. Dhe për momentin pastaj, hop, do t'i frymë pak gishtit fort. Ere, 1, 2, frynë edhe ju shpejto. Frynë edhe ti. Ere, kështu. Mrekullia ndodhi. Kemi $1 fantastike. Me kursin tonë të kombimit, $1 i bie për afërsisht 1000 e disa lek. Kështu që, mund të blejmë një ujë në shumit, 300 lek për ty. Mund të çfarë ti? 300 lek. Çka cappuccino, s'marrëm për cappuccino. Me Coca-Cola 500 lek, edhe kështu bëm dhe reklam. Faleminderit shumë, mbikëlen dhe moca lek. Si do thoni se si e bëm? Ndiqni pak. Ja pra. Shikoni, mos përru që ne jemi bashkë, nuk jemi për... Ne jemi staf, jemi grup, jemi fantastik. Tre fantastikët, kjo nuk kupton fare. Shikoni si është sekreti. Një moment, nxjerrim pak ju lutem letrën tonë që kishim në fillim. Letrën këtu, kemi gishtin falso. Shikoni, është një sekret vërtet i numrave të shpëtësisë. Nëpërmjet këtij gishtit falso, mund të bën shumë ndër magjit klasike. Zhdukja e lekut, zhdukja e letrës, zhdukja e ujit, zhdukja e kripës, zhdukja e piperit, zhdukja. Kë nuk keni qef, pap, merre zhdukeni, futeni gishtu. Okej, shikoni, dollarin palosim dhe kemi këtu brenda. Shikoni, pak brenda, dhe gishti do t'jetë në këtë pozicion. Tak, ju e shikoni këtu, sepse e dini tashmë. Por ata, shikoni, staj, e në shefim brapa letrës. Në letra, tu, brapa, s'duke gjë. Shikoni, dora është tjetër s'ka gjë. E palosim. Dhe një moment pastaj, shop, shikoni, brapa meje, tu, shtuk, dhe dollari, brapa letrës. Dhe me një rotullim kështu shpejt, pastaj letrën e vendosim brenda. Shikoni, letra brenda. Hop, dhe këtu përsëri dollari hapet. Okej, fantastike, pastaj po, e fryja ato s'bëjnë gjë, se ato janë thjesht numrat pitia. Kjo u përpoqen. Shpresoj t'ju keni kuptuar. Kjo pra ishte kthimi i dollarit Dhe i letrës në dollar. Ju falenderoj shumë. Shpresojmë që mos na rrafin ta atë lokalin ku jemi ulur, t'ja paguajmë me dollar dhe t'ikëm me vrap. Okej? Nisu ti para. Vino. Okej, rikthehemi përsëri të dashur Pipi Pips me skuadra tona fantastike. Do na tregon edhe një herë për ata që nuk na kanë ndjekur se janë sapo kanë ardhur këtu në Pipi Pip dhe po na shikojnë. Tregojmë pak emrin e skuadrës tonë fantastike që quhet edhe skuadra? Oh, Chiki A. Okej, tani, bravo! Kjo e se s'po më del lafi. Energjina duhet. Tani loja tjetër është kjo. Shikoni, kemi një. Që gjuhet kjo? Kazan, pa plera. Kemi edhe një? Kosh. Kosh e quaj më mirë se kazan duhet jam atë më dhejnë që quaj kazan. Okej, ma pa fu. Ha, marim pak të gjithë vrë. 1, 2, 3. Nxirë me gojë. Edhe një. Nxirë me vesh. Nuk dhe me vesh. Qas jemi? Shëreku. Hej, për gomar, do të rrisim ne fëmijëta, ne buk me dhe gjiz. Hej, Shrek, a mund të vija u me ty? Po. Shume, pa dhe ti. Si, për qik do më kapësh dhe mo. Unë jam e gjatë, e dini si ishim, kur ishim të vegjel, ne, e dini si mateshim me njëri tjetër, kur ishim të vegjel, unë i vegjel, jam akoma i vegjel.
Kur kishim ndonjë që ishte pak më i gjatë se ne dhe neve na vinte i natë se ai ishte më i gjatë se ne, unë ja bëja kështu. Ama ja, shife ja. Në vro. Njësoj jemi ja, njësoj. Kurse ti e bën nga lart, njësoj. Ting, ting. Okej, loja është kjo, mos e zgjasim shumë. Ti e mban këtë koshin në dorë. Bravo. E mban në kokë. Ja bëj sa kanë në dorë dhe ti. Vjen shoqja ime. Hajde me mua. Hajde këtu. Hajde veti shoqja. Bravo. Ktheu pak nga kamera kështu. Okej. Shikoni. Mbaja pak mikrofonin të lutem. Bravo. Do hedhim gotat dhe ti e bër këtë skuadrën këtej, ti e bër këtë skuadrën këtej. Kur ti hedhi kjo, duhet i kapësh ti. Kur ti hedhi shoqja jon, duhet i kapësh ti gotat. Mirë? Bëjmë kështu, shife? Është skuadra për ty, loja për ty. Jo ti jo. E kap ky. S'ka problem. Bravo, e kuptuat? Kjo është loja. Te kush fut më shumë. Mirë? E kuptua lojën? Ta. Bravo, jepini dorën njëra tjetrës, mirë se keni ardhur në këtë lojë. Me rëndësi nuk është fitoria, me rëndësi është që po lozim, apo jo? Po. Urdhro. E fillon shoqja jonë e parë, shikojmë sa të gota do hedhë ke koshi, pastaj fillon ti. Kam çao. Jemi gati? Vëmendje shoku. Fillo. Bravo koshi. 2 kosha. 3 kosha, bravo. Tiku, s'ka problem. Vazhdo. Shpejt. 4 kosha. 5 kosha. Hajde pak zemër ju, jepini pak zemër. Ho. Qy. Çiki. Bravo, s'ka problem. Aty. Mos u afro më shumë ande. Mos u afro më shumë. Bravo. Bravo. Kujdes kokën e shokut. Bravo, kujdes mos i kapësh në njërit kokën, t'ja futesh brenda në kosh. Bravo. Jedi numërojmë fund. Bravo, një dorë rokide për shoqen ton. Okej, tani, shikonim një sekund. Vetëm, hajde këtu. Bash do numërojmë sa gota kam letë shoqja, mirë? Ato gotat jepja shoqja si fillim, jepja saj tjetrës edhe hajde ullu, të lutam. Bravo. I numërojmë bashkë. Dalim këtu në fillim, edhe numërojmë pak sa gota kam ledhur skuadra juaj. Shko dhe ti atje të luta. Se do t'i numërojmë, do t'i nxjerrim kështu. Mirë, mbaj ti, ndërkohë që unë t'i jap. 1, 2, 3, 4, edhe ju bashkë me këta. 5, Edhe juve. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Po, 17, më morën mend. 17. Duar do kite për shoqen, bravo! Duar do kite për ty se ishe shumë i mirë e ti, hajde po qafoj pak. Bravo. Tani, është rada jote. E kuptove lojën? Prit, 1 sekond. Do të them unë kur të fillosh. Je gati? Për 1 sekond, një duar do kite për të dy. Mikta. Po, okej. Sigurisht. Gati. Duar do kite edhe njerë. Fort, edhe juve. Edhe juve duar do kite, fort. Bravo. Gati, fillo. Hajde pak më këtu shpyrti. Hajde pak më këtu. Bravo. Aty po. Hopa. Bravo. Idhe këte shpyrti. Mbrapa. Jo ande Janas. Mbrapa. Bravo, ashtu vazhdo. Bravo. Shumë e mirë. Kjo është ajo që duhet. Neve kemi becim këtë. Ti je më e mira. Bravo. Bravo.
Aha. Bra, kujdes kokën e shokut. Fort. Vazhdo, s'ka problem. Bravo dhe pak, hajde bëj një Eduardo Kite për shoqja se po lodhet pak ajo, bravo. Sa ka deri tani, 12? 13. 14 i numërohat ju. Hajde ti numërojmë gjithë së bashku që ti shoh. Të lutem, Tresi mblidhi pak këto gota që janë kështu. Vetëm Tresi. Pastaj, do fillojmë, do i numërojmë. Bravo shoqja ime. Je shumë e mirë. Të ra një në kokë? Të vrau? Ja, është e lehtë. Okej ta. Hajde ti numërojmë bak të gjithë. To i lëm këtu. Numërojmë bak, unë do t'i ngrej sipër, ju filloni numëroni, edhe ju që po na ndiqni nga ekrani, numërojmë së bashku. 1, 2, 3. O prit dhe more. 6. 14. Dhe tjetrën e di vetë? 15 skuadra juaj dhe ju jeni fituesit për këtë lorë. Okej, do ta bëjmë prap tani. Me që jemi 1-1, do bëjmë finale. Kush bën përsëri më shumë, do marrë një nga ju. Dhe një nga ju, 1-1 jemi me lojrat. Po, sepse fituan ata që parë. Kështu që jemi 1-1 me lojrat. Me lojrat? Që është finalja. Marrë një përfaqësues nga ju. Shoku. Se ti e bëre që parë. Po, jo prezantues. Përfaqësues. Ti shoku, do të edhësh gotat apo të mbash koshin? Do mbash koshin. Okej, merre koshin. Hajde. Okej, se Tresi morë pjesë si parë. Gati, pastaj filloni ju, do ju zgjedh. Fillo! Pak më shpejt, pa. Bravo. Bravo, ashtu duhet. Bravo. Jam i sigurt që asnjë nuk do bjeri poshtë. Bravo. Bravo. I bërë me spon, ting. Vetëm 3 copë janë në tokë dhe 24 brenda në kosh. Bravo shoku im dhe bravo Sejdi, ja? Shumë bukur. Tani, ulluni ju. Ti qa bëre që parë? Mbajte kosh? Mbajte kosh. Mi mbajte koshin dhe do t'i gjuash ti. Gati, jemi me skuadrën Ququa dhe Aica po filloj. Pa thunë unë start, po s'ka problem. Bravo! Bravo shoku! Bravo dhe shoqja! Pak më shpejt! Bravo! Ta më duke se të kapim gjitha.
S'ka problem, le ta përfundoj lojën shoku deri në fund. Hidhi dhe 2 nga 2 tashi. S'ka problem. Kapi 2 copë, hidhi. Hidhe gjithë tufën. Bravo, një duar të kite për shokun dhe për shoqen. Mjep Lali këto, s'ka problem. Jo, sepse juve ju ran 4 copë dhe ata tashmë kishin fituar. Sepse ata kishin 24 dhe kishin vetëm 3 në tokë. Në që ti në randove. Qa bëja unë? Ti, më the mua të jelja të gjitha dhe qërtë të të jonë të prandaj të të gjova. Faleminderit shumë që më dëgjove mua dhe është faji im e pranoj shumë mirë. Okej, mësuse. Si ma? Jo po, mami. Okej, ju falenderoj shumë që ndoqët lojën tonë. Kjo ishte loja. Tani do kthehemi përsëri për pak me lojën Argëtohu dhe mëso me grupin UA Ua dhe grupi. Okej, fitues për këtë lojë është skuadra JA Ua UA Ubladi Ublada. Faleminderit. Përshëndetje të dashur pipipipsa. Mi se keni ardhur dhe sot. Sot jemi me 2 miqtan fantastik. Ata janë motër dhe vlla. Apo jo, gatrova radhën. Qa jeni ju? Kush është motra nga ju dhe vllai? Kush jeti? Vllai apo motra? Motra. Motra? Po. E ti quni tu? Si ka emrin kë? Do na prezantosh pak vllajin? Ti prezanto vllajin, kurse ti do prezantosh motrën. Mirë? Ta provoj pak kështu. Ma trego pak. Si ka emrin ky vllajot? Ernesto Lame. Po, sa vjeç është? E di pak? Bëjmë kështu me gishta. Bëjmë me gishta sa vjeç është. Është kaq? Kaq është? Ja. Kaq? Po i tregon ti? Kaq është? Apo kaq? Aq. Kaq është? Po. Po! E ke shumë gjanë vlajnë ti? A zjeni ju të dy në shtëpi? Ka njëherë po, ka njëherë jo. Po pse? Për shumë, pse mund të zjesh ti me vlajnë? Qa bën ky që të mërzit ty? Bën gabime? Apo nuk do të tregosh këtë pjesë? Kujt i vërtet më shumë? Kujt i vërtet më shumë mamëve babi? Si thua ti Ernesto? Ati vërtet. Pse qa bën kë? Nuk ma lënë mu televizore. Po që do shikosh ti ke televizori? Kukulla. Kush është kukulla jote e preferuar? Nuk të kujtojt emri? Jo. Okej, po ti shoku, qa do të shikosh? Unë kam qef të shikoj Gokun. Goku? Po. Qa të pëlqen nga Goku për shumë? Diçka interesante që ti, kur e shikon, mendon, do doja dhe unë ta kisha këta. Qa ka i diçka që ty të pëlqen shumë që t'jesh që ti si? Bën goditje kështu me disa gjë, si janë si sfera, si bën dritë dhe është i fort. Po do doja të ishe i fortë ti i fuqishëm si ai? Po. Po për qa doja ta përdorje forcën për shumë? Në qoftë se do ishe i fuqishëm si Goku, për çfarë do ta përdorje forcën? Trishën në një si ona e hajdut. Që do të bëje? Trishën në një hajdut. Të rrifje një hajdut? Po. Pra ti do me thënë, nuk do që ti rafësh njerëzit, thjesht do të ndihmosh ata që kanë probleme, t'ja u zgjidhësh. Po. Po. Këtë do bëje? Po. Bravo. Po ti Katalia, te kuklla jote e preferuar, që nuk e mban pak mend emrin, por s'ka problem. Do na tregosh pak çfarë të pëlqen? Çka ka ajo kukulla që ti e shikon e ty të buket shumë e bukur? Çka ka ajo kukulla? Asaj i pëlqen Barbie. Barbie pëlqen? Barbie. Barbie! Po. Kush është Barbie? Na e përshkruash pak si është Barbie? Qa ngjyrë ka flokët Barbie? E bardha. Të bardha? Po. A është e shkurtë apo është e gjatë? E gjatë. Është e gjatë. Ti kur të rritesh për shkakun, do dosh,
Do duash të bësh një Barbie? Po. Pse do duash të bësh Barbie? Si ka flokët të ritme. Ka flokë të ritme, të gjata do më thënë? E qa ka tjetër? Se unë e kam parë aty ke televizori. Si më ndoni ju të dashur pipipipsa? Çfarë ka një Barbie? Po e pyes ju goca tash në këtë rast. Se çunat edhe mund ta dinë se çfarë ka një Barbie. Por s'besoj se i intereson. Çfarë ka tjetër Barbie? Ajo vesh, çfarë vesh Barbie? Vesh treqe edhe një bluzë. Po ti vesh treqe zakonisht edhe bluza kështu? Si Barbie? Kush ti blen ty ato? Babi. Babi. Bravo. Do ta përshëndesi pa babi? Ta puqe pak. Kështu. Po. Puqe. Bravo. Po ti Ernesto? Ti nuk vesh treqe si Barbie? Asnjëherë? S'ke provuar ndonjëherë për shembull? Apo jo? Se çunat nuk veshin si treqe. Ç'është ky mendim? Pip pip pip. Do të pëlqente ty të shikoje një herë vllajën me streqe? Edhe një ti vllaj me streqe, edhe të vesh edhe takat e mamit pas. Edhe ti të vishesh si babi, me pantallona xhinse, me bluzën e babit, do ta provosh një herë? Është për të qequr pak. Po, ka problem. Jemi veshur në herë, ajo është bo babi, unë jam bo mami. Pasa ne u bëna, unë babi, ajo mami. Vërtet? Po. Kishin ikur prindrit atë dite? Jo, po, ja kemi bë surprizë se unë ishim kështu. E majta katës dorën, nëna kata me veni mu, se unë ishim ngruja. E në masa në sa shkuja atë, me folëm, në vodën për qesh. A do bësh një ti si folja atë dite kur u veshe kështu si mami? Do e provosh pak ta bësh atë të folurën ashtu? Po. Provoj pak? Ç'kemi? Unë jam Sonila. Hajde këtu të përqafoj në herë mami, o kata. E në hajde të përqafoj, o esi. Kështu flet mami, e? Po unë e fola sigur gos. E folja si gos? Po, se di me fol. Po ti ka të le, do bësh një qik si babi si bëja tjetër, vetë mos lëvish pak, kështu se mos bjerja ajo. Po, e në qapës taj, ba. Si flet babi? E mbarë mund t'ja të dite që u veshe kështu si babi? Apo babi nuk flet fare? Se burrat nuk kanë nevojë të flasë shumë. Në herë unë jam vesh si esi është vesh siguron. Vërtet? Po, Po pse i bët ju këto? Doni thjesht të provoni se si dukesh? Po. Është interesante. Po. Edhe unë e kam bërë kur isha i vogël. Edhe vazhdoj ta bëj. Ja, shih se jam veshur. Jam veshur me. Çka kam veshur këtu? Çorape leshi. Po. Çorape leshi, sepse dimri është shumë i ftohtë. Po. Apo jo? Po. Ere, ne duhet të ngrohemi, por ngrohja fillon nga këmbët si fillim. Ti kemi këmbët e ngrohta, pastaj me këte pantallonat e shkurta s'ka problem, se kjo është kostumi pipit pipit. Po. Po njëri tjetër çfarë do t'i thoni sot, me që jeni përballë. Edhe keni ndonjë gjë për t'i thënë, do t'i thuash diçka vllajt, se do ta shikojmë atë ke televizori, do ta rim pip pip pip. Çfarë do t'i thuash, një gjë të bukur, mendoj një gjë të bukur. Për shembull, ja, më mendo mua dhe thua një gjë të bukur. Qa do doje ti, ta bëj pak pyetjen më shkurt, që ta kuptosh. Qa do doje ti që mos të bënte më vllai? Se ky bën që të merr telekomandën ty dhe ti mërzitesh, apo? Po. Qa do doje që ta bënte ky që ti mos mërzitesh më? Që të lozi me mu. Edhe ju, të dashur pipipipsa. Shikoni ishte kjo tha një gjë shumë interesante. Motra, tha që do donte shumë që vllai të loste me motrën. Qa loje për shumë do doje ti? Një shekon pas e do të përse ty. Një lojë që do dojë ta loznit bashkë. Me kukla mami edhe babi. Ai të bëjt babi, unë bërë mami. Pandaj u veshët ju aty dhe shu se do një të loznit këtë lojë? Ja, vetëm ja të regu babit edhe mami. Vetëm për t'ja treguar mami dhe babi? Do t'a pranosh ti këtë? Kurse unë do se 3 loja si të luta aja. Hapa do lapa me të qekme edhe të lushim pulaqore. Edhe pulaqore edhe lushim me një gjausie kemi nësi lumë në kanë herë vetëm. Ping-pong, qap, qup, qup. E ka prishit vetëm. E prishi këtë vetëm? Po, edhe mu prish. Wow. Po, luj me një krosi e ven të qafa si rinjë shërat. Që lojë bukur kjo. Rira, që bën masazha?
Jo. Kështu me top. Ajo. Edhe një top kështu për kalçu këtë në lumë kështu. E ka pa atë të familja. Ka parka emisionin ke televizori. Edhe ato kanë një top kështu, edhe një port, edhe tjetër kanë një top. Skuadra e kuqe, skuadra e verdh, edhe e kanë të lidh me kështu, është një top rumullak i kuqe, kanë të dy, e në ato duhet të gjynë topit me atë, se kush i futi parë gol. Me gjytë kështu e në hec. Po mos është pak lojë pak e për më të mëdhenj se Katalea kjo? Pa. Edhe më të mëdhesejsi. Jo, për mua janë edhe për ato. Është dhe për Katalea, në? Po, kurse për ato 4 vjeç, 3 vjeç, 2 vjeç edhe 1 vjeç, edhe ato si janë 1 mujsh ose nalt me muj, ato s'duhet t'i përdoret. Kuptova. Pra, di shoqe, do premtosh sot? Ma jep dorën mua këtu? Bëjti? Vendose këtu dorën. Vendose e ti këtu? A do i premtosh sot vllajt që ti do lozësh të lojën e preferuar që kishte? Po. Po mami s'na len. Na len. Na len. Mirë, në qoftë se s'do lozësh këtë lojën me topin kështu si ta shoku, loz një o pulaqore ose hapa dollapa. Ose me cekme. Ose me cekme. Ose tok ajër. Ose tok ajër, ose ajër tok, ose tok ajër tok. Ose me të kapme. Mirë. Okej. Premton. U bë. Ose kemi atë topin. Pastaj, e ke dhe ti për të bërë premtimin. Po, s'ka problem, se e olla vet. Do premtosh dhe ti motrës? Po. Që do lozësh një ditë lojën që tha motra. Se ti kishe 8 lojra. Motra kishe vetëm një. 3 kishëm, 3. Ti do lozësh atë lojën që do bëheni, ti bëhesh babi, kjo bëhet mami, edhe pastaj ka një lojë tjetër. Kështu është? Edhe dini xhiro? Po ne nuk veshemi. Nuk visheni. Ka problem. Sigur jemi. Sigur jemi, kështu me imagjinat. Okej. E premton sot? Toke këtu? Okej, nuk thash të më vrasësh dorën. Ka boke kështu. Ma këti fare. Pa të di. Kur dora ime? Nuk ka i dash gol! Kur është? Katalea, se, e pa që dorën time? Si vetëm kjo lëviz. Kjo ngri fare. Rikthye, pasari. Që pa këtu? Është posta. Okej, të dashur pipipca, ishim sot me Katalean. Pasi, dora ime! Edhe vllajën e saj, që quhet? Ernesto. Unë i them shumë faleminderit. Sot Katalea premtoi që do lozi me Erneston, Ernesto premtoi që do lozi me Katalean, i pajtuan pak vllajën dhe motrën, edhe morën vesh se kush ishin lojrat e tyre të preferuara. Edhe ju them shumë faleminderit që qëndruat me ne. Ju kam shumë gjam nga unë, Pip, edhe Ernesto dhe Katalea. Ti themi pak mirë pafshim? Po. 1, 2, 3. Mirë pafshim! Në emisioni tjetër, ju duam shumë. Jemi gati? Okej, tani do kalojmë në pjesën argëtohu dhe mëso. Jemi gati? A jemi gati? Jemi gati? Okej, skuadra juaj. Si do quajni? Vendosni një emër të gjithë së bashku dhe vendosni një emër. Mblidhuni, flisni kështu me njëri tjetrin nëpërveç. Ku mendoj kështu? Edhe skuadra juaj, mblidhuni gjithë së bashku, vendosni një emër skuadrës. Okej, sa unë të bëj gati? Mendojeni pak e do video ju pyes unë. Mirë, ata që bëjnë zhurmë nuk do marrin pjesë në vendosjen e emrit, duhet qetësi. Bravo. Më thoni disa opsione dhe do e caktoj unë emrin. Një sekond ju lutem. Venom. Ç'ishte kjo më? Winning. Superstar. Si ti janë gjetur flokët ty aty? Elektrizim. Po, e ke një emër ti? Jo, grupi jo do quheni. Si quheni ju? Mësoj? Vëmëna. Faleminderit. Nuk me. Okej, grupi juaj do quhet grupi Pip, afro u qik tu. Je shumë mirë atë. Bravo. Pip dhe grupi jo. Sepse ju bëhet pak zhurmë. Edhe me që kishit ju këta ishit 4 veta ishin në një mendim. Ju ishit sa jeni 5 veta, 6 mendime. Kështu që do quheni grupi jo. Me që kjo shoqja jon tha jo, kështu që do quheni grupi jo.
Grupi jo dhe grupi pipi pip. Tani fillojmë loja. Vetëm pak sekonda. Loja është kjo. Këtu në çantën time kam disa flet A4. Pa më fal. Më falë shoku, më falë. Nuk kam mësuar asnjëherë në biologji. Shikoni, e mbani mend të lojën që përmëra se kaloi me disa ishin, disa nuk ishin. Këtu janë dy figura. Shikoni edhe ju që na ndiqni nga ekrani të dashur pipi pipsa. Janë dy figura dhe secila nga figurat ka 3, 4, 5, 6 gabime. Janë të dyja figurat njësoj në përgjithësi, por duhet të gjejmë ku janë gabimet dhe ku janë ndryshe nga njëra tjetra. E kuptoni edhe ju? E ju e kuptuat? Shikoni pak si është rrethuar këtu? Shikoni? Këto janë gjetur gabimet. Edhe ju mund ta shikoni pak nëse afrohet kamera, shikoni pak janë të rrethuara me stilolaps ku janë gabimet. Shikon pak? Okej. Këto nuk do t'i përdorim, sepse i kemi përdorur radhës e kaloi. Do gjejmë disa të reja. Dhe për këtë lojën do thras si fillim Tracy. Tracy, kjo ka 4 gabime. Kam shënuar mbrapa 4 gabimet. Unë do t'i gjesh pak të lutem, ke si o lapsin, dhe koha jote fillon. Për grupin jo. Hari pak më këtu, Tracy, hari pak më këtu. Bravo, fillon. Shikojmë pak kohë, një lutem. Lëmë se cilin nga 1 minutë e 30 sekonda për t'i gjetur gjithë gabimet në qoftë se i gjenë. Kjo është pjesa argëtohet më sa. I gjete 4? Bravo. Shikojmë pak, ju të lutem. Trego pak ku është gabimi i parë? Duke vendosur gishtin. Është 2 kopsa. 2 kopsa, këtu ka... Kjo ka 1. Bravo. Goja, kjo është e lumtur dhe kjo është e trishtuar. Më falë për mikrofonin, po. Kjo ka baluke, kjo s'ka baluke. Kjo ka sy të ngjeshur, kjo i ka sy të hapur. Edhe? Kaq. Bravo. Bravo Tracy, merre me vete këtë. Është dhurata jote. Faleminderit shumë. Një duar do kitje për skuadrën tuaj, sepse i gjetë shpejt. Sa sekonda ishin? 45 sekonda, Tracy. Tani vjen një përfaqësues tjetër me të njëjtën moshë si Tracy, që sa vjeç je ti? Sa je ti Tracy? 10. Ka ndonjë nga skuadra, po ju jeni një skuadër. Hajde ti. Ti je më e madhe. Okej. Ti japim dhe ty 1 me 4 gabime, sa ka? Kjo ka 5. Je gati? Vetëm dit pak më këtej të lutem që ta shikosh kamerën drejt. Okej? Kjo ka 5 gabime, kam shënuar këtu mbrapa sepse i kam numëruar unë. Okej? Bravo. Gati? Fillo. Tracy ishte për 45 sekonda. Do shikojmë pak. Në qoftë se do arrish të gjesh pak më shpejt 5 gabime. Të mungon ty tasi me mjalt, si që më mungon mua me buka me qoko krem. Edhe... Përdo? Po, që të këndoj? Jo të lava, po të kënuj të lava, pësë s'na odhe në elekti që kënuj të lava. Pëlqeq. Në thuaj një këngë ti që të këndoj. Angleza. A të pëlqen, ty fryma ime, si që më pëlqen mua buka me qoko krem. Oke, të pëlqen, ky është emisioni im. More vesh. Ajë përqefoj pak se të kam shok, u bëj qaka. I marova, koha ka maruar për pas 5 sekundave, kështu që më trego pak, lutem sa është. 1 minutë, ja e që 5 sekonda, 55 sekonda. Se 1 minutë ka 60 sekonda, 55 sekonda, s'ka problem. Tracy i bëri për 45, kështu që për momentin është 1-0 për Tracy, mos u mërzit, urdhra. Se ti kishe edhe 5 sekondë, dhe 5 gabime për qëto. Vjen tani për të lozur në këtë lojën, të argëtojmë dhe të mësojmë e lojën me figurat. Vjen. Hajde. T'japi një dërshtirë. Ja. T'japi një dërshtirë me 7 gabime për ty. Jo, 7. 7. Gati. 1, 2, 3, koha fillon. Ktheu pak kështu të kamera, shikoj pa kamera, bravo.
Okej. Qa duhet bëjmë? Për shumë, Shiko ku gjen gabim. Shiko ku. nëse nuk është kjo këtu, për shumë. Bravo, qarkoje. Okej. Qa mungon ke figura dhe qa është këtë figura tjetër, në nënvizohem. Mendo vetëm 7. Po mos më pyet mua, vetë duhet të nënvizosh vetë. Njëjta ide është për çdo gjë. Mos u mërziste. Mos u mërziste. Edhe pak. Sa sekonda jemi deri tani? 50 minuta? 50 minuta. Më falë, sekonda. Një minut e pak, një minut e pak, një minut e 5, një minut e 6. Kjo s'ka që qëtës. Por në vizoje, mor burë. Okej, ullo. Sa ke gjetë deri tani? 3. Kishte 7, shoku jon ka gjetur 3. Ka problem. I u dorëzua shpejto. Vjen për lojën ton. Jo, ishte ti më fal. Ishte nga skuadra jote. Të kërkoj ndjes, do të marr pastaj. Vjen. Hajde shoku. Pastaj jeti Sile. Okej, kjo ka 4 gabime. T'ja tregojmë pak edhe kamerës. Shpresojmë të afrohet pak deri këtu. Është mirë? Bravo, të duam shumë. Xhaxhi kameramani. Bëni një duar do kete për Xhaxhi kameramani, shpejto forqishëm, bravo. E kemi me zi, kemi Xhan, bravo, është shumë i mirë. Okej? Bravo. Bravo. Fillo, koha për ty, 4 gabime, do t'i gjesh në foton tjetër. Më dheu pak nga gjumi kur t'i ke zgjetur. Mirë, ha? Haj, atë mirë. Ha, qa ka? Urdhro, kush është? O? O? Sa ke deri tani? Ha, mirë, edhe një ke. Hajde, më zgjo pasaj kur t'i gjesh. Mirë, kam Xhan. Ti një prallë të më tregosh mua? O, e gjeti, stop! Gabimi i parë, kjo s'ka varë se kjo ka, Prit ta kjo kthejmë kështu. s'ka, kjo ka. Edhe një ma i trego kështu? Vetëm jo ashtu që ta shikoj kamera, vetëm trego. Gabimi i parë- Me këtë, edhe vendosi kush Gabimi i gabim. parë është sepse kjo goca ka, ndërsa kjo s'ka. Ska varse, bravo. Mami s'ka, Varse, prap dhe mami Kjo s'ka. ka. Po, nuk i ka ble babi varse këtyre. Po vetëm jo ashtu se s'të shef ai Xhaxhi, kështu bravo, je shumë mirë. Ja ta mbajon këtu dhe më të shika. Aty ka bibironi, çka ke në vizuar? bebet ka është ndryshe nga që njëri ka fjongo, tjetri jo. Bravo. Ndërsa ke kjo dritare s'ka, ke kjo shtëpia s'ka dritare, ke kjo po. Je shumë i saktë shoku im, merre këtë është e jotja për ty. Bravo, një dorë do kite për ty. Sa sekonda ishte? 1 minutë, 1 minutë. 1 minutë. Okej. Vjen shoku im me që të premtova ty, pastaj e ka radhën Sili. Kjo ka 5 gabime. Shikoni pak kamera, ju lutem. Afrohet kamera. Bravo. Që kameramanit e kemi Xhan, ta tham, të duam shumë. Bëni pak qetësi, ju lutem. Bravo. E juve pak qetësi. Okej, je gati? Shikojmë për kohën. Gati? 1, 2, 3. Fillo koha. Pastaj do na shpjegosh. Hajde. Gju. Do na këndoni një këngë të fle pak gjumë sa të gjej këtu 5 gabime. Bejani. Me mikrofonin mbaj këtë ora. Këndoj. Ha, më vendosi pak në gjumë. Që jam lodhur. Hajde, bëja kështu. Na. Me. Ha, më plak, vetëm që si vogël. Kaloje pra ke pjesa tjetër. Hajde, bashkë në arru. Trim.
Umble, lule, umble, lule, umble, lule. Hajde njerë, 1, 2, 3. I gjete më? Nuk pëlqen kjo, një këngë tjetër. Stop! Po, u zjo. Sa vajti ke? Stop! 1 minutë e 40 sekonda, e gjerë vetëm 4 gabime, s'ka problem, mos u mërzit, të kam gjan. Bëj një që palla këtu fuqishëm. Bravo. Ullu në vend dhe vjen shoqja jon. Gracie, hasta mañana. Hajde shumë. Kë kishe ti Gracie? Këtë, okay. Fillo. Të gjesh 5 gabimet. Fillon koha për Gracie. Ni. Hajde, do këndoni një këngë për mua të flet prap? Aman se më flet gjumë. Mbarove? Utromaxa! Gjete të gjitha? Stop, sa sekonda? Bravo, Gracie. 5 gabime për 30 sekonda? I ke gjetur gjitha? Na trego pak ku është gabimi i parë? Gabimi i parë është kjo puca është pak më poshtë, kjo është më lart, kjo është më poshtë. Nësa kjo dora është më poshtë, kjo e ka për më lart. Nësa goja është e qeshur edhe me të barë, nësa këtu goja e qeshur pa të barë. Bravo. Edhe te tullumbaci? Edhe tullumbaci është reform, nësa këtë tjetri është pak më i. Bravo, edhe që ka koka ai që ke nënvizuar? Kë e ka me kapele, nësa këtë tjetri e ka pa kapele. Bravo Gracie dhe ti ishe për 30 sekonda. Ti dhe tani je kampione e kësaj loje, një duar rokitje për Gracie. Dhe ju themi shumë faleminderit. Tani ngrej pak të gjithë duart lart dhe themi fuqishëm faleminderit dhe shihemi në emisionin tjetër. Pip pip pip. Gati? 1, 2, 3. Faleminderit. Jo, kjo s'më pëlqeu. Kështu që hajdeni të gjithë pak këtu me kujdes, mos vrasim njëri tjetrin. Bravo. Pa vrar njëri tjetrin, pa vrar njëri tjetrin, pa vrar shokun. Kështu, piti mrapa. Te mrapa. Bravo. Mos fli me gjumë top. Ta që si kishe me grupin në fillim? U. Jo. Dhe grupi tjetër? Çiki. Oke. Mirë, do e bëjmë kështu, do e bëjmë të gjithë. Çiki. Shifim në pipin tjetër. Ju duam shumë. Mirë? Ja kur t'i themu. Gati? 1, 2, 3. Çiki. Shifemi në emisionin tjetër. Pip. Çiki. Pip.